Ej goca, unë sa mbarova të bëri çik punët e shtëpisë, i bëra gati edhe për të ngrënë Arlit. Sot jam kujdesur, më thojnë za pak për veten, ndryshe nga që kam qenë tërë këto ditë. Siç e morët vesh, ja, ta zdjen. Tërë ditën kështu. Nuk jam këtu. Nuk jam këtu. Qa ndodhi kësa radhe? Qa të bëri dada kësa radhe? Se ravi? Dada? Se rave qunin? Thoj skuza qunit? Shpejt! Edhe thash që të bëja pak thonjt, vetë njerëz tani këtu të shtëpia se punët i mbarova. Kam dhe për bërë 2-3 gjëra tjera, jo lavastovigjo për të kurosur jo kështu, por që do lëca për nesër se u lova. Burrin e kam në punë me vllajën tim, ikën vetëm mas dite para ditë ishim në shtëpi. Bëra pak punim shtëpive këtu, pastrime, plura, gjëra dhe nuk mbarojnë kurrë këto punët, okay? Dhe po xhiroj për ju në YouTube. Edhe më kanë thënë që të bëj një video duke provuar snacks të ndryshëm. Nuk mundem ta bëj këtë sepse jam në dietë. Se po bëra këtë Angela mua më masakron. Arli këtë dada. Një sekond. Hey guys, ja ku jemi pas disa orëve. Është ora diku tek, a më japi çik derën babit. Është ora diku tek 7:30, unë tani sa bëra shpenzimet. Sa bëra shpenzimet dhe do shkojmë me Amarilisin të marrim Kamila, se Kamila ka dalë me një shoqën e vet e Iperi. Do shkojmë të marrim dhe do vim në shtëpi. Iper, do vim në shtëpi sepse unë dhe Amarilisi dhe Arli do gatojmë një tort. Do kënaqemi. Baba Amari do na bëjnë zgar dhe kështu. Sot do jetë një fundjavë ndryshe, një shtunë ndryshe. Babo? Babo? Qa ke për t'i thënë njerëzve? Hi guys. Hi guys. Për ti qik, se ke shumë pësin ata, si është baba Marido. Qa bëhet në fshatë? Kjo është preja që thot Amarildo e thot një aktor tek zonja nga qyteti kur qesh ai pastaj muho. Arli, o drit, do vizatosh të jetë. Hey guys. Po ikim tani. Shpenzimet janë akoma këtu. Jo, non metti niente, andiamo. O mami, ho detto le scarpe le ho comprate io e decido io. Le hai comprate te? Le hai comprate Antonia. Ti shikon njëri këpusti, nëse është no. Hajde, ikim, nisim, qa. Allora, bulla. Arli, në faj, ma? Ke bërë muti në papëve? No. Që e ti sa qi general? Shikoj, po qa e ti? Me lo puoi regalare a me sto coltellino? No. Të e bërja punti. Ok. Ma che Sara? Sara, guys, sot do bëjmë torta. Torta kemi në Shqipë? Ok. Si ta lis? Këto janë ingredientat. Tregoja që ka bërë në Karolina. Ok. Atëre. Kemi 3 hopla. 1, 2, 3 hopla. Pasaj kemi kakao, 1 konfekcion kakao, pas kemi 2 saketo ara. Ja, këto. Pasaj kemi 1 tjetër ara. Pasaj, 3 kafanoza arave. 1, 2, 3. Pasaj kemi milka. Pa noci, pasaj milka. Milka pa noci. 3 coca vez. 3 coca vez. 3 coca vez. Jo coca.
Tash 3 koka vetë. Ta më tire. Shi që bërë, shi. Okej. Ja, koka do ju marr me vete sa po të... Do marr me vete sa të sistemojmë gjitha gjërat. Uma. Hey guys, kush ka ardhur në këtë pikë? Ben subscribe, like, kondividon videon me një tjetër. Subscribe, kondividon një video me... Atëherë guys, ne po përgatisim gjërat. Do ju marrim... Amarylisi do grejnë çokoladën tani, milk, kemi zgjedhur. Milka. Kurse unë do bëj harat me oklain të shtypura. Ju marrim ku po bëjmë gjërat. Jo, atë tjetër. Pik me atë leka spatola. Në bukur, ha? Është mirë, e kape? La seconda volta. Se janë të bugiardo. Complimenti. Con le stelle statali. Hajde bëjmë të ti. Guarda, se... Hadi. Può dire con un altro foglio? Ami, posso dirti a te che tu sei la più grande e puoi gestire la cosa meglio? C'è bisogno di amare i sconosciuti e non amare il tuo fratello? Që jo si thot ai të dy? Të jo. Se më nuk të pëlqen. Do të pëlqejnë, maj? No. Ai të do ty? Come no? No, scherzo, se mi hai dato, sai. Wow! Cos'è questo? Un mostro? Lo so, benito, beh. Topi, moj. Oli, qa do, ma? E goca, mirëmëngjes nga një ditë tjetër, sot është e diel, dhe jam në shtëpi, kam vënë ujë për makarona, ju tregoj çika outfitin tim.
T'ju dërgoj çik copa se. Dhe këtu kemi Arlin që xhiron me biçikletë, ka filluar të japin biçikletës dhe s'pushon më. Angela, o Angela, çka ke bërë kështu me mua moj? Për ju që se dini se kush është Angela, është personal traineri im, një vajzë fantastike, një mami yll. Jam e lumtur që e kam njohur dhe shpresoj shumë që shoqëria jonë të kaloj përtej punës dhe ta kem gjithmonë pranë vetes time në jetë Angela, sepse më jep një vibe shumë pozitiv, një energji plot të mirë, plot energji pozitive, plot dashuri dhe po. Outfiti im është kjo kanatierja, siç e shikoni kështu, dhe kjo triko roz që super dashuroj dhe më pëlqen shumë se rri kështu amazing. Dhe kam veshur këto jeansa që tani do ul pak. Bra. E ka për leprin. Bra. Basta tani biçin, lere biçin të marrin benzinë. Lere të marrin benzinë sa të vin batur. Për të tregoj çik jeanset. Ore nuk ndalon ai, bëni çfarë doni, u rrëzua tani dhe nuk ndalon. Do ta jap unë, prit, lëre aty. Okej, po thosha që kam marrë të jeanset që janë shumë dajmë që papi, okej? Shumë bukura po të rehatshme, të gjëra dhe në fund janë të gjëra, vinë kështu. Edhe i kam marrë tek Lidl 20 euro dhe më pëlqejnë shumë dhe biles jam premtuar që s'ka marrë 2 palë. Do thoni po që do me alketa vish gris këto. Po, keni drejt. Edhe po, duke im është ky. Dhe faleminderit Angelës. Këto faktikisht janë në 7 lart, por me 7 lart, po t'i ngrej unë me 7 lart, Angela më ka bërë që këto të më rrinë kështu. Nuk e dia duket. Që kështu jam e detyruar tani që t'i mbaj me 7 dullat. Dhe do ju thosha që mbrëm kam bërë tortën, e kam mbaruar, nuk e kam treguar të gjitha hapat, sepse dua që ato që të duan recetën të më shkruajnë dhe unë t'ja nis recetën në privatësi. Në këtë mënyrë keni mundësi të më komentoni poshtë. Tani ju tregoj çik tortën, e ndava në 2, bëra për vete dhe për mamin, familjarët e mi. Edhe po, të ndjo të regojnë. Okej, torta duket kështu. Shkoni? Kështu, lartë ka ara dhe çokoladë. T'jep mami tjetërën. Dhe ajo që mbajtëm për vete ka vajtur në gjysmë, si që shikoni, Amarildo, Ami edhe Çikun, Angela. Edhe po. Na, merë, pjallë. Jeshtë ose në vetësh. Ashtë. Edhe po, që kështu duket shumë e mirë, si që shikoni. Unë jam shumë e kënaqur me thënë drejtën. Ma ludej. Do tjetëre? Do qikë shua? Edhe po. Dali qikë se thot pasaj, thonë pasaj të gotat e grupi, me gjithë Angelën që, keta, E kam egzageruar. Këtë fundjavë, mund të them shumë mirë, që e kam egzageruar. Por, Mami, që të bëj? ai tu. Dash aty? Dile, më dile kokën këta. Thë që kaj guys, me gisht. Është e bukur mami? Mami është bella. E kam mendin të hajë. Është bella mami? Dajnë bukë nëre. Do të rëfti? Jo shumë se dhe më parku përte. Jo, nuk të lë atje, jo. Adiensi. Atje? No, se atje bën për tur. Po më re. Gota ju nuk po shikoni gjë, po Arli po më re.
Shifemi pasaj. Ja. Më gush. Më puç çik mamin këtu. Unë nuk t'jap tort. Më puç të qafa. Këtu. Më puç këtu. Ngreje kokën puç. O, vdiqa për këtë fëmijë. Hik, të do t'jap. Hik të tavolina, shpejt. Kush është që e ha ëmbëlsirë? Mami, s'është fare mirë, pse ha? Është mirë me zëmë. O zot, shikojnë që këtë bukurën time, e bukura jetës time, shpirti nënës, dritë, e vlatë që më ka falë zotit dy buqko. Së më prek se jam impja i vazi. Oh, pra i vazi, hajde me këtu. Daj mangja. Ja njërës torta, s'është bërë fare mirë. Hiq, më mbrë me mbarova, në 10. Guys, më nxoni këta se është Kush e gatovi atë? mami, të lëmë shënduar. O jeta ime. Guys, ju që keni parë të torta në shu, torta nuk është një copë kaq. Që është? E kam parë, e kam të rëmërsh parë. Ai kontenitori është për babin dhe mamin tim. Shpresojmë që nuk do ta haj unë. No, Marilis. Daj gjithë unë. Ti tani do bësh detyrat, pastaj do t'lajnë mami bukur, do të bëjmë dhe një gërshet. Do vishesh dhe pastaj do të çojnë mami tek nëna Selimja. Okej? Sorish me kamizën. Guys, ju jeni skrivuar te kanali e mamis time. Bëni subscribe, like, Disney zilen. O zot, më thonë që mua ti çfarë do më nga jeta se një vajzë kaq të bukur. Një jetë, një dashuri, një motër, një shoqe, o zot. Po më rritesh moj. O zot, faleminderit për këto që më ke dhënë, o zot. Shikojni në qik, edhe në qik edhe më kalon. E kuptove, vetëm koka ka ngelur. Këtu marrin dhe qapa. Pastaj më thot, hello, mami! Dritë. Guys, ju I keni parë që këpucën Blevidaja. Nike. Ama, sa shpenzova? Amarili si ka një daja që do ta kishin gjithë, po dhe unë e dua një daja kështu. Po, ama... Shpenzovi 200 euro. 200 euro vetëm për këto këpucë. Edhe për këtë, të është një body, edhe këto pantalonet, një bluzë roz. Atere. E këta në këpucë shumë. Amarili si blevi. Ajde këtu mami. Blevi, un body, te Zara. Body është... Body, do me thënë kështu. Shikoni? Të nuk me lajë që t'ja u tregoja I veshi. Dhe blevi dhe këto, 1, 2, 3... Jo, pastaj blevi këpucët Nike, që vetëm këto kushtuan 100 euro, dhe më thënë. Edhe tjetër blevi dhe një bluze, ik me qik. Një gjithat e Zara, rrobat e Zara, kurse këto Norhout, që ka një gjë tillë. Vloni dhe Ajo, e këtë qesja të shënuar. Edhe këtë e mori dhe Zara. E ka bërë qik pis këtu, nuk e di se me çfarë, po. Ka të materialin e freskët. Aty. Te kjo këtu I mori. Footlook. Që kështu, Daja, faleminderit. Check. Radhës tjetër bleja motrës.
I dua si ato që kishe bler për vete. Daja, shpresojmë që kjo video të vinë tek veshët tu. Hey guys, si që thash, përshkoj ti jap tortën vllajt. Shtëpia mamit nuk është këtu vllaj, do ketë vajt nga komshia për drek. Të thënë nga komshia këtu te kjo plaka. Cos'è che succede, Clay? Cos'è sto cos'aina? Hey guys, jemi diku nga ora 5 e masditës dhe tani do bëjmë një kafe. Arlin e kam në gjumë, Amarili si ka shkuar nga njerëzit e burrit edhe tani do bëjmë një kafe. Një sekundë. Hej Gjaxhi. Hej mama. Ku je? A thash të ishte Gjaxhi bafti. Thash unë të shnej mori malli Gjaxhi baftin për mua. Po, qa po bëjmë jo qarë do nisemi? Babi ku është? Ma dhe ta shikoj që. Herë. Të da posta? Oke. Më mori mami, ishin në Gramsh, sa kanë mbaruar dyzetat e gjyshit. Edhe tani po rrinim pak aty, do nisem pastaj drejt Rinasit në Tiranë që të marrin avionin, se kanë avionin në orën 9:30 dhe jam këtu në orën 10:30 të darkës. Derisa dim pastaj që na Bologna shtëpi, lëra mëse për të llogaritë mezinatës. Tani do bëj një kafe burrit. Se ma kërkovi ka që më ka kërkuar një kafe, të pim të dy, se do unë nuk e kam pirë kafen e masditës. Shpresoj shumë që të ketë pëlqyer videoja që hodha sot, por që xhirova dje. Dhe ato që kam xhiruar dje do jetë pothuajse pak e njëjta e asaj që do vazhdoj edhe për sot, se e kam ndarë në gjysmë nga që dilte shumë e gjatë, por te kjo video këtu do shikoni që kam bërë tortën me fëmijët. Ja u kam cekur pak edhe te videoja tjetër që kush e do recetën le të më shkruajnë se do ja u them. Është shumë tortë e mirë. Unë nuk e di se çfarë po ndodh me mua, por sa më shumë kalojnë vitet, më shumë kam qejf të kaloj kohë në shtëpi, nuk më pëlqen që të dal shumë vërdall, ose të dal të harxoj lekë, ose të blej gjëra kot pa lidhje. Dua që të rri në shtëpi, të blej gjëra për shtëpi, të sistemoj shtëpinë, fëmijët, të gatuaj, nuk e di. Është në periudhë do zgjasen se kështu, nuk di t'ja them, por di që t'ju them që në këtë periudhë jam fokusuar te vetja ime po, siç e shikoni, jam dëmsuar shumë. Sepse Angela, por që jam në shumë fokus, shtëpia, fëmijët, gatimet, kujdesia, nuk e di, po plakëm, ma thoni ju, janë të si të plakjes këto. Pastaj do shkoj ta marr prapa Marilisin, sepse Marilisi do lahet, pastaj nesër është në shkollë, unë kam akoma 101 punë, por Amaril do ma ka bërë të pamundur të bëj punët e mia, sepse kur angazhohet ai në punët e veta, lë unë mbrapsht punët e mia, sepse dikush do të merret me fëmijët dhe sidomos Arlin. Tani, të bëj kafe dhe do iki ta shkoj poshtë në burrin tim. Lumja unë për ty. Lumja unë o Zot. Ja njerëz, po vazhdoj me punimet. Si që shikoni, kemi marrë ustallar në shtëpi. Në gjëve. Kemi njerëz që na mbajnë telefon. Qësh ishte kjo la? Kemi njerëz që na mbajnë telefon. Vero? Ishte hallë kjo. O të vdesun për ty, o Zot, këto batutat e tua nuk i mban as këndarje. O vdiqa për ty unë, ore. Hapi leckë u Qado? Hapi leckë. Prisni një sekundë, do fiket kamera.
23, shpirtim kush më fërkon mua. Veshi, mami. O dritë. Me faj male. Kam një puq. Babo po punon, si që ja tregova pak më parë. Unë sa po mbarova spir kafen, edhe ma trazovi Arli kështu. Edhe tani Arli po han një biskot në mami dhe po pinë qiku ujë. Dhe po shikoj mashën. Shikoj mashën. Dhe këtë marrë dhe Amarili si në tani se do like. O Arli, ku ishe ti? Pive qaj me pivës? Ku e more qajnë ti? Ishe të bari ti? Ore ti? O burë, nuk po mësonin që keqë të dyja dhe nga bari. O Arli, dekim një gjiro nga nëna Buqa. Mami prit e shpia, prit juve hiq. Mami doli për para të japti laçin çunit. Hajde më puç çik, hajde. Hajde. O sot rrite. Babo, ti do më puçësh çikra? Ti do më puçësh çik? Për shumë Valentinin. Hajde më puç çik. Njerëz do ju tregoj një histori pastaj me një urnaz. A vash se ke qunin brapa kur të ngrihesh, Ildi? Ku të shikoj? Pse rriesh o një more? Po pse? Hajde, u vile. Se mbylli. Hej goca, që po bëni? E di që nuk dukem, por shpejt e shpejt dua t'ju tregoj disa gjëra që mora nga Decathlon tani sa erdha. Me sugjerimin e Angelës, mora këtë ripin këtu për squat ose për të bërë vicet shalët që është medio, por mora dhe ato të fortin. Okej, se ata më të letët i kam, mora këto dyja. Mora këto peshën 8 kg. Arli e këtu, që do ta përdorim për shumë gjëra. Angela më sugjerovi këtë, faleminderit Angela. Morëm litarin e famshëm që thoshim skam, ja e bleva unë, vajta e bleva fap me vrap. Mora dhe këto streqe, këta është marrë një palë shtrejnda dhe unë se ngelem ato të kinezit. Dhe këto ishin 35 euro dhe më pëlqenjë të i masë shumë. Edhe ngjyra dhe gjitha dhe qysh janë ndërtuar, por kanë qenë në më shtrenjtë, por e kam vënë me ofertë gjasë me 35 euro. Këto ishin blerjet e mia, do t'i lëm këtu, se ndarket do vim këtu. Tani do marrë Arlin dhe do iki të gatuaj, larë, se vjen dhe goca, burri shkovit marrin goca. Dhe për gjitha ato gratë që më kishin komentuar që na hape barkun, sa e do psuar, gjenjen, thith barkun, mirë zemra, vazhdo programin tim. Mua, një puthje për ty. Ika, bye bye! Hey guys, jam këtu pas një orë gjys. Dhe po zbres, po iki nga shtëpia sepse kam për të mbyllur 1-2 punë. Gjë e parë që do bëj është që si kam folur, por dije me babin, në Shqipëria ka ardhur dhe xhaxhim. Jo xhaxhi që është këtu në Itali, xhaxhi që është në Greqi. Edhe atë kam 15 vite pa e takuar. Domethënë pas 15 vitesh takoj xhaxhin tim. Do t'i marr vete. Pastaj do shkoj tek puna e vjetër se kam për të firmosur ca dokumenta dhe do kthehem në shtëpi se do laj Marlushin. Njerëz, unë isha tek puna ime parë, siç e thash, xhaxhin se takova dot tash në punë me vllain tim, por mora kudin edhe tani jam këtu te shtëpia përpara shtëpisë me Amarildën dhe Arlin që lozin me makinë. Amarili si është brenda. Desha t'ju tregoja pak se çfarë bleva shpar te Decathlon. Ndërkohë jam bërë dhe çik shoku qytet. Edhe pa. O shofer, më shtype o shofer. O burrim, ku që gruan.
O jeta, mos u mërzit, po i shkoj ka njeta. Do të tregoj çik se çfarë bleva, okay? Ej guys. Atëherë njerëz, do t'ju tregoj çik se çfarë bleva. Çfarë më saktë na bëri Angela të shpenzojmë. Angela, do futesh në sherr me burrin tim ta dish. Dhe blevëm këtë lastikun, o njerëz. Lavori bene? Sa u brava, ha më shuk me shuk. Shna kem bërë. Atere, njerëz se. Ta aprim që këse? Shë në mduke. Orli! Ha, mirë jeta. Tutto a posto? Au! Ojde ma... E mia, mami. Ojde, më ta i që çunin që këte. Posso provarlo? No, un attimo, fammi treguare questo. Oh, Ildi, hajde ma... Ma sai come si fa? Anche io ce l'ho avuta una corda. Prit. Comunque njerëz, bleva këtë litarin që tani do ta rregulloj sipas gjatësisë time. Edhe do bëjmë Okej. Saltare la corda. Si, sepse të bën shumë tonika. Keni? Gjëja tjetër që unë kam marrë është ky llastiku fort. O ti ku i ke të damo? Jo, këtë i mora me babin kur isha ti te shkolla. Okej, llastiku që ishte ky është i forti më duket. Mami, Po. shiko? Ky është më i forti. Mami kujdes se fshikemi me to. Duhet të shkurtuar. Këtë llastikun që është i fort. Dhe të tjetrën që është medio, se të letët i kam, që kështu do të filloj me medion dhe pastaj të përfundoj me fort. Ti tregova këtu se çfarë mund të bësh. Të tjetrën që është medium. Oj, ditë shikoj që këto sa çfarë tash janë. Opa! Shif që këta. Opa! Opa! Prova da Ha? Opa! Dhe njerëz, gjëra tjetër që bleva ishin këto leggings që ishin 36 euro. Janë shumë të shtrenjta, por thash një palë do blej, nuk do blej sa herë. Dhe të kem një palë ndaç. I kalli? Sepse më pëlqyen edhe për një gjë tjetër se kur mund të filloj të iki të kërcas, mund të mbaj edhe telefonin këtu, ke xhepi. Shikoni, ka një xhep. Mendoj, se nuk e di mbase se mbaj asnjë gjë. Dhe shpresoj dhe gjëja tjetër. Dhe gjëja tjetër që bleva është kjo pesha këtu që është 8 kg, që na duhen për squat edhe për ta vënë këtu kur bëjmë eksercicit me barkun. Okej? Këto janë gjërat e mia për të bërë trup. Nuk ju them totalen sa argjon se nuk dua t'i shkaktoj burrit dhimbje koke. Dhe desha të ktheja përgjigje disa komenteve që më kishit bërë tek videoa që halla dje. Mos u bëni merak për mua e thith barkun apo e lçoj, po filloni të bëni një gjë për veten tuaj se nuk e di. Mbase ju është prish peshorja ju të shtëpia se unë mirë kam peshoren. Edhe mos nxirrni vrerë nga goja kot, se nuk më bëni gjë mua, thjesht tregoni veten tuaj, ligësinë tuaj. Nuk ju njoh dhe nuk më njihni, që kështu peace and love. Pra, këto ishin 3 blerjet e mia, 4 blerjet e mia. Sa rëndon kjo 8 kg? Ua. Ika tani. Më shbër qafa dhe qafë thorre.
Ua, mi ta thash jo, une. Njerëz si që pat, me erdhi kunati. Edhe do i bëjmë një kafe, dhe do bëjmë një kafe të 3 poshtë. Plafosim një qik, koha shumë e bukur. Amarili si po bën detyrat poshtë në diell. Këta kanë ngrënë bukë dhe kanë lënë ashtu. Edhe unë do provoj pak këto streqet, por si fillim do bëj kafe dhe pastaj do vi lart të provoj streqet. Nëse kafeja gati. Dhe njëra po bëhet gati për stërvitjen e sot në darkë. Dukem kështu. He goca, unë jam bërë gati për stërvitjen sot në darkë. Trikua Arlit atje. Edhe po. Kam veshur streqet që kam bler, më rrin shumë të ngushta dhe nga këto do kuptoj ditët në vijim se sa shumë shpejt do psohem ose do të shfryhem ose centimetrat, se i kam marrë së dhe vërtet më shtrëngojnë dhe kjo ngjyrë që kam zgjedhur unë ti qet defektet me motor kështu në tabaka.